Mirëmbrëma të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot kemi nderin të kemi të ftuar në studio sekretarin e shtetit, sekretarin e infrastrukturës, për infrastrukturës dhe energjisë, për qeverinë teknike të Partisë Shpresa Demokrate, zotin Rako Paja. Zoti sekretar, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Zoti sekretar, industria e energjisë po evoluon dhe Shqipëria do të jetë epiqendra e prodhimit të energjisë rinovueshme. Ç'mund të na thoni më me detaj në lidhje me këtë aspekt? Nderuar gazetare, për Shqipërinë po punon një intelektual i gjithë, i tërë. Ne sot na janë bashkuar shkencëtarët që bashkëpunojnë me norvegjezët, por ky është shkencëtari është shqiptar. Dhe është fat që punon për Shqipërinë natyrore. Që do të thotë, Shqipëria do të jetë furnizimi vetëm në botë me materiale speciale për industrinë e paneleve diellore, duke kontrolluar prodhimin botëror, që do të thotë, fuqitë e mëdha do vinë dhe do blejnë materiale në Shqipëri. Ju duket e pabesueshme, por do bëhet realitet. Në kontakte me shkencëtarët, në krijimin e mundësive për kontakte, na është dhënë si kontakt dhe jemi duke punuar me ta për të ngritur fabrikat e para në Shqipëri. Fabrikat për prodhimin e këtyre materialeve të veçanta, që do jenë për të gjithë tregun botëror, dhe jo vetëm për atë shqiptar. Këtu flasim për të mbuluar një prodhim energjie për Evropën, ku Shqipëria do prodhoj 10 gigawatt energji. Zoti sekretar, Po. Kushtet klimatike dhe geodezike e favorizojnë Shqipërinë në industrinë e energjisë. A do të jetë Shqipëria e gatshme vetëm në plotësimin e nevojave të qytetarëve shqiptar apo edhe për eksport? E nderuar gazetare, këtu nuk po bëjmë fjalë me për të plotësuar nevojat e popullit shqiptar. Shqipëria ka qenë e plotësuar, por të paaftët nuk e kanë dhënë këtë mundësi për të eksportuar energji. Që do të thotë, ne prodhojmë energji nga ujë, nga dielli, do prodhojmë nga era, por edhe nga të tjera. Që në teknologjia na mundson këtë prodhim të energjie ta mirë menaxhojmë, që do të thotë, prodhimin e diellit, ai do konsumohet ditën, për të mos patur kosto të mirëmbajtjes me bateri. Do prodhohet ditën, do harxhohet ditën. Prodhimi i ujit dhe i erës do harxhohet natën dhe do eksportohet. Këto do jenë materiale që ne të kemi mundësi eksporti për qytetarët shqiptar. Ne flasim që i kemi fakte si nuk do paguajnë pensionistës duke prodhuar, si nuk do paguajnë energji invalidët duke prodhuar dhe të kemi mundësia e parë në botë. Shqipëria është duke u bërë vendi më i fuqishëm i botës. Kjo ndodh fal profesorit dhe mbështetjes të Amerikës për këtë vend të mrekullueshëm. Që do të kemi eksport dhe jo import. Patjetër. 100% Shqipëria do eksportojë energji. Shqipëria të harrojë një herë për gjithmonë importin e energjisë nga vajte në zyrat e reja. Shqipëria vetëm do eksportojë energji për të gjithë qytetarët shqiptar. Zoti sekretar, sa ndikon teknologjia në zhvillimet e energjisë në vazhdimsi? Teknologjia ndikon shumë. Zhvillimi i teknologjisë do të jap furnizime në prodhim të energjisë nga dielli dhe natën nga uji, siç e thamë pak më parë. Kjo do ndodh me kontaktet që kemi realizuar me kompanitë e mëdha, ato amerikane, gjermane, zvicerane dhe më tjerë. Kontaktet tona do jenë garant
për investimin e kompanive që do investojnë kompanitë më të mëdha të botës në Shqipëri për të garantuar këtë cilësi dhe këtë mirëqenie për qytetarët shqiptar. Zoti sekretar, si mendohet ndërveprimi me kompanitë e huaja për zhvillimin e Shqipërisë? Prioriteti i ministrisë është dhe do të jetë kontaktet me kompanitë më të fuqishme dhe më të mëdha të botës. Për naftën do jetë me kompanitë më të mëdha amerikane, të cilat do prodhojnë energjinë në Shqipëri, do e përpunojnë dhe do e tregtojnë për shqiptarët dhe pastaj për të eksport jashtë. Kompanitë më të mëdha zvicerane do merren me prodhimin e lokomotivave dhe shtrirjen e të gjithë sistemit hekurudhor. Dhe kështu me radhë, kompanitë gjermane do jenë ato prapë kompanitë më të mëdha që do bëjmë të mundur shtrimin e rrugëve. Dhe kompanitë shqiptare, ne nuk do ndajmë kompani, por ajo gjë do bëjmë ndryshe. Çfarë do bëjmë ndryshe, e nderuar gazetare? Në Shqipëri do ndodhi çdo kompani e madhe, duke nxjerrë projekti një kosto, ky projekt do marri garancinë e kompanisë, do vendosen garanci fondet që do bëj projektin. Dhe pastaj afatet. Afatet do zbatohen 10 ditë më parë, jo 10 ditë më mbrapa. Nuk ka me afate, bëjmë rrugë dhe rrugë njëllën rrugëve. Jo. Rrugë do kenë afat dhe do jetë 10 ditë më përpara nga kontrata. Zoti sekretar, Po e nderuar. në zyrën e profesor Piliçin kam parë që kanë ardhur disa shkencëtar. A jeni në dieni dhe çfarë po organizoni ju me këta shkencëtar? Është fat për shqiptarët dhe jo vetëm në Shqipëri, por mbar botës, që profesori ka kontaktet me njerëzit e duhur, me shkencëtarët, por thash jo vetëm, krye shkencëtari është shqiptar. Po kemi dhe bashkëpunim shkencëtarët nga Norvegjia, që do bëjnë të mundur të eksportojmë materialet që nuk do ketë me bota. Kina do vi dhe do blej materiale në Shqipëri. Imagjinoni një Kinë e madhe do vi dhe të blej në Shqipëri. Shqipëria të dashur qytetar do bëhet një vend fantastik, një vend ku bota do ketë zili, është e vërtet. Shqipëria është në atë rrugë, duke ngjitur shkallët në maja. Për më shumë shqiptarëve u them të vini në zyrat tona. Ne kemi nevojë për të rinj, ne kemi nevojë për të reja, ne kemi nevojë për intelektual. Dhe vendi është gati, ju më presim, zyrat janë të hapura dhe stafi jon është në dispozicion tuaj. Mirë se të vini të dashur qytetar, do jemi në shërbimin tuaj, sot dhe nesër. Shqipëria po ndryshon me një ritëm të shpejtë. Shpresa e kombit është e vetmja rrugë dhe vetmja alternativë për Shqipërinë. Shpresa e kombit, bashkohuni të gjithë bashkë. Shqipëria bëhet dhe më mirë. Zoti sekretar, të falenderoj për Dhe unë të intervistën. falenderoj. Faleminderit edhe ty. Të dashur miq, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.